Në Shkodër ka nisur zyrtarisht fushata vaksinimit kundër gripit sezonal. Krye vaksinatori në Drejtorinë e Shëndetit Publik Arben Xhabia, teksa foli për nisjen e procesit dhe interesimin e qytetarëve, tregoi edhe grupet më të riskuar dhe numrin e të interesuarve. Në rrethin tonë kanë ardhur rreth 14.000 doza vaksinë, të llogarita për kategoritë të ndryshme siç janë personeli shëndetësor, smurt kronik, punojësit e institucioneve të kujdesit afatgjat, që përfshihen këto azilet e pleqve, për mësuesat, për edukatorët, për ushtarakët, për punojësit e policisë. Pothuajse është i njëjtë dhe dozat janë të llogaritura për atë kontingjent që çdo vit aplikon vaksinën e gripit. Ndërkohë, sipas të dhënave, qytetarët në Shkodër nuk kanë interes për vaksinën e COVID-19, edhe pse së fundmi është vënë re prezencë e lehtë e këtij virusi. Krye vaksinatori Xhabia shpreh se vaksina anti-Covid është në gjendje, por qytetarët nuk kanë interes. Këto vitet e fundit, të pas eksperiencën e vitit kaluam, mund të kenë pas një kërkesë rreth 4-5 persona ose 10 persona. Kurse për këtë vit deri në këto momente nuk ka asnjë kërkesë për vaksinën e Covidit, pavarësisht se ne e kemi gjendje dhe jemi të gatshëm të ofrojmë atyre personat cilët kanë dëshirë të vaksinohen ndaj Covidit. Por çfarë thon vetë qytetarët? Ne i kena vonë tonë këto vaksinat. Tash mushëm me s'po vaksinat. Po nëse është e nevojshme vaksinën e Covidit, a e bën për shembull nëse kundër gripit? A do më e bë? Me që është për njerëz? Do më e bë? Po. A ke shku për me bë? Ja, nuk kam që një vite ku është vani. Po bë me të thonë për vaksinën e Covidit, a do e bësh edhe atë, apo? Jam gati për gjë. Jo? Asë kam për me do. Pse? Janë vlera, nuk janë vaksina. Për këtë vit në Shkodër janë siguruar 14.000 doza të vaksinës kundër gripit sezonal. Fushata ka për qëllim mbrojtjen e grupeve më të rrezikuara, sidomos gjatë sezonit të vjeshtës dhe dimrit, kohë kur infeksionet respiratore janë më prezente dhe të shpeshta.